Në vazhdim të ajeteve që tregojnë për historinë e pronarit të dy kopshteve në surën El-Kehf, thot Allahu Madhëruar se ai i tha ndër të tjera besimtarit: "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah", që do të thotë, unë nuk mendoj se dita o llogarisë ka për të ndodhur ndonjëherë. Dhe thonë komentues të Kuranit se këto ajete, këto fjalë tregojnë se ky njeri, ky burr nuk e besonte ditën e ringjalljes, siç është zakonshme tek gjithë popujt mushrik, derisa është bërë diçka e pandashme e historisë së tyre. Dhe tani lind pyetja, se pse mushrikët e mohojnë ekzistencën e një dite të tillë tek Allahu Madhëruar. Allahu Madhëruar shpesh herë ka përmendur në Kur'an fjalën e tyre: "E idha mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamab'uthun", që do të thotë se ata thonin: "E nëse ne do të vdesim dhe do bëhemi dhe kocka të brejtura, a mos do ringjallemi?" Dhe këtë fjalë e thonin në një mënyrë që tregon për dyshimin e tyre në fuqinë e Allahut Madhëruar. Dhe kjo është faktikisht e çuditshme për ata popull që besojnë në ekzistencën e Allahut Madhëruar dhe se kjo botë është e krijuar prej tij, siç është shumica e njerëzve. Dhe se ateizmi është diçka e rrallë dhe lajthitje e logjikës njerëzore. Ama shumica e njerëzve e pohojnë ekzistencën e Allahut, Zotit të botëve, dhe krijimin e kësaj bote nga ana e tij. Dhe nëse dikush e beson krijimin e parë, atëherë çfarë e shtyn atë të mohojë krijimin e dytë, ndërkohë që i dyti nuk është gjë tjetër veç se si shembulli i të parit, madje edhe më i lehtë, siç thot Allahu i Madhëruar. Atëherë përgjigjja është kjo, sepse mushriku nuk është përgatitur për atë ditë që do të takohet me Allahun e Madhëruar dhe për atë ditë në cilën do bëhet llogaria e tij. Dhe kjo shtyn atë drejt mohimit. Ai do të jetojë në këtë botë pa kufizime, pa detyrime ndaj të tjerëve, pa detyrime ndaj Zotit të tij, dhe kështu kjo gjendje që do të jetojë ai dhe të ecë pas dëshirave të tij e bën atë të mohojë këtë ditë pasi ai për të nuk është përgatitur. Dhe kështu ndodhi edhe me këtë njeri që përmend Allahu Madhëruar në këtë sure. Ai kishte pasuri, kishte prodhime që i vinin nëpërmjet dy kopshteve, kishte të mbjella, kishte pasuritë e tjera prej floriri dhe sermi, dhe nga ana tjetër as nuk donte të falendronte Allahun Madhëruar për to, dhe as nuk donte të mëshironte krijesat e tij nëpërmjet tyre, dhe kështu mohonte ditën e gjykimit. Pra, mësojmë nga kjo pjesë e historisë së pronarit të dy kopshteve se mohimi i botës tjetër dhe i ringjalljes vjen nga dëshira për përgjegjësi dhe se pasuria pa besim të çon drejt vetëshkatërrimit.